Mirë se erdhët të dashur peshor në letra të rrëfejnë. Jam Diana, do vi leximin e juaj të radhës. Hapja e letrave quhet busulla, që është jugu, perëndimi, lindja dhe veriu. Ky lexim tregon për peshorën që të them po vjen një moment ku diçka duhet të mbyllet definitivisht, të dashur peshor. Por ky fund nuk del negativ këtu. Përkundrazi, duket si një çlirim nga lodhja, pesha dhe situatat që kanë marrë më shumë energji se ç'është dashur në fakt. Peshora nuk mund të vazhdojë më duke mbajtur gjithçka vetëm. Jugu, që do thotë nga po vjen peshorja, mbreti i kupës. Peshorja vjen nga një periudhë ku ka kontrolluar shumë emocionet e veta. Nga jashtë mund të jenë dukur e qetë, e fortë ose e pjekur, por brenda ka mbajtur shumë gjëra pa i shprehur. Kjo letër mund të jetë që pasqyron në fakt vetë kontroll emocional, durim, heshtje për të ruajtur paqen ose përpjekje për të mos shpërthyer. Për disa peshor kjo lidhet edhe me një person emocionalisht i rëndësishëm në jetën e juaj. Por problemi është se kjo energji ka sjell lodhje. Kur njeriu mban gjithçka brenda shumë kohë, fillon dhe konsumohet. Mund të jetë që keni duruar shumë emocionalisht, ke mbajtur qetësi edhe kur nuk ke qenë mirë, ke fshehur stresin dhe lodhjen, shpesh ke menduar më shumë për të tjerët se sa për veten, edhe kështu me radhë. Perëndimi, çfarë po lë pas peshor, asi i shpatës. Po lëni në fakt pas konfuzionin dhe paqartësinë. Kjo letër tregon momentin kur dikush më në fund shet të vërtetën qartë, dhe kjo jeni ju. Mund të ketë qenë një realizim i fortë, një bisedë e rëndësishme, një e vërtetë që nuk mund të injorohet më, ose kuptimi që diçka duhet ndryshuar. Asi i shpatës është mendje e kthjellët, të dashur peshor, dhe duket sikur peshorja tani po mendon më racionalisht. Po i sheh njerëzit më qartë, nuk pranon më justifikime boshe, po kupton çfarë duhet prerë nga jeta, hequr, po del pra nga mjegulla mendore. Një mjegull mendore. Lindja, çfarë ka përpara, është vdekja, të dashur. Vdekja, kur e them sikur me lezet, vdekja është rilindje, prandaj e them më bukur. Shikoni, çfarë keni përpara? Kjo është letra më e fortë e gjithë leximit tuaj. Dhe tregon transformim të madh. Vdekja nuk flet për katastrofa, flet për fund të një kapitull, ndryshime të mëdha, shkëputje nga e vjetra dhe hyrje në një fazë krejt tjetër. Përpara peshorës, apo përpara jush peshor, duket një periudhë ku diçka mund të vazhdojë ku diçka nuk mund të vazhdojë më si më parë. Mund të jetë marrëdhënie, mënyrë jetese, punë ose mënyra se si e trajton veten peshor. Pra, mbyllje një cikli, ose largim nga diçka që nuk funksionon më, ose ndryshim emocional ose personal shumë i fortë, ose fillim i ri pas një periudhe të vështirë, të dashur peshor. Dalim tek veriu, që është 10 të shkopive, hapi tjetër që duhet bëni. Këshilla shumë praktike. Peshorja duhet të ndalojë së mbajtur gjithë barrën vetëm. Shikoni veten këtu me një ca kuti sa as fytyra nuk i duket. Mbi ngarkesë, lodhje, përgjegjësi të tepërta dhe njeriu që po mundohet të bëjë gjithçka vetë. Kjo letër pasqyron. Kjo letër thotë nuk je makinë. Hiq disa pesha nga vetja, mos u merr përgjegjësi për çdo njeri. Mëso të thuash jo. Mund të jetë dhe kjo. Mos mbaj lidhje ose situata vetëm nga ndjenja e detyrimit. Kujdes me lodhjen mendore dhe emocionale, të dashur peshor. Të gjitha këto sjellin që tregon që peshorja që ka mbajtur shumë më tepër se ç'duhet, dhe tani jeta po e shtyn drejt një ndryshimi të madh pra.
Ka ardhur momenti për t'i lënë pas lodhjet njerëzit që marrin energjinë dhe situatat që nuk ka më jetë. Mesazhi që mund të marrim nga ky lexim është jo çdo barr është e jotja peshore për ta mbajtur deri në fund.